Gjithashtu prej cilësive të munafikëve se ata flasin bukur dhe oratoria e tyre kalon në atë nivel sa që i mashtrojnë mendjet e njerëzve të sinqert dhe të thjesht. Me zbukurimin e fjalëve të tyre, me lavdatat të cilat t'i bëjnë ty, ndonë se ata nuk të duan, me ndonjë ndimes që në prapavi ka mashtrimin dhe ka keqpërdorimin tënd, sikurse që bën një pjesë e hipokritëve, duke ju afruar njerëzve të dijes, duke ju afruar njerëzve të pozitës dhe të pushtetit, duke thurur lavde për ta, duke qenë militant politik, duke bërë çmos, duke lëvizur çdo gur në mënyrë që të hyjë në qef atyre të cilët kanë pozita, atyre të cilët janë të pushtetshëm dhe atyre të cilët kanë mundësi t'ju japin diçka nga materializmi kësaj bote. Andaj, thot Allahu Azza wa Jall, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Tha dhe kur ti shikosh ata të çuditin me trupat e tyre, me pamjen e tyre, dhe kur flasin i dëgjon me vëmendje fjalët e tyre, i dëgjon me vëmendje fjalët e tyre. Por në të vërtetë gjuha e tyre flet ëmbël, por zemra e tyre nxjerr vnerë dhe urrejtje dhe zili ndaj atij që fjalët dhe poezit ja përshkruan goja munafikut dhe hipokritit. Andaj, sa shumë janë shtuar njerëzit hipokrit dhe servil, të cilët nuk i duan me zemrat e tyre ata njerëz, por thurin lavde për ta, jo pse dëshirojnë të ngrisën ata, por dëshirojnë që të arrijnë në pozita si ta ose më lartë se sa ta. Andaj, mos e lëvdo dikë i cili nuk ka vend në zemrën tënde për t'ja bërë qefin atij. Është e vërtetë që ne duhet të flasim fjalë të mira për secilin. Duhet t'i afrojmë njerëzit. Por mos kaloj lavdët në nivelin e servilitetit dhe të hipokrizisë për të arritur qëllimet e kësaj bote e jo për të dashur dikë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, në raport me këtë, thot Ibn Taymija, ata flasin bukur, por zemrat e tyre nuk kanë besim në Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu prej cilësive të hipokritëve dhe karakteristikave të tyre se ata urrejnë me shpirt që të përhapet dini Allahut Azza wa Jall. Ata urrejnë me shpirt